Pas përfundimit të takimeve të anëtarëve të misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar me bartësit e politikanëve në Maqedoni, përfundimi është se këtë vit mund të pritet inflacion dukshëm më i lartë se ai i planifikuar deri në 3% nga ana e qeverisë. Ky devijim në projeksione vjen si pasojë e krizës që u krijua pas sulmit të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit. Goditja e pritshme e çmimeve në energji pritet të ndikojë negativisht në rritjen e ekonomisë dhe përsëri të krijojë presione inflacioniste. Rritja reale e bruto prodhimtarisë vendore pritet të ulet në 3.1% në vitin 2026 dhe në afat të mesëm të stabilizohet rreth nivelit potencial prej 3%. Në të njëjtën kohë, çmimet më të larta globale të naftës pritet të rrisin inflacionin në rreth 4.5% në vitin 2026, gjë që hap çështje për përballueshmërinë e energjisë. FMN vlerëson se rreziqet për perspektivat ekonomike janë kryesisht negative. Stabiliteti fiskal dhe besimi i tregjeve mund të cënohet për shkak të devijimeve nga disiplinat fiskale, veçanërisht për shkak të rrjeteve ad hoc të pagave dhe pensioneve, si dhe të kalimin e shpenzimeve të projektet e mëdha infrastrukturore. Misioni e përshëndet përkushtimin e autoriteteve për të ulur deficitin buxhetor në 3.5% të bruto prodhimtarisë vendore në vitin 2026. Kjo do të ndihmojë në krijimin e rezervave fiskale për përballimin e goditjeve dhe do të mbështesë dezinflacionin në kushte të kursit fiks të këmbimit. Megjithatë, pa masa konkrete në politikën dhe administrimin tatimor, rritjet e planifikuara të ardhurave mund të mos realizohen, gjë që mund të çojë në një deficit prej 4.2% të bruto prodhimtarisë vendore. Kjo shtesë prej 0 presje 7% të deficitit buxhetor nënkupton borxh publik shtesë prej rreth 128 milion euro, ose në vend të 638 milion eurove, 766 milion euro do të bëhen për vitin 2026. Për të mos ardhur deri te kjo do të duhet kontroll më i rrept i shpenzimeve rrjedhëse, veçanërisht për pensionet, pagat dhe mallrat e shërbimet, si dhe uljen e përjashtimeve tatimore nga TVSH-ja. Rekomandohet që mbështetja për anvisrit për shkak të goditjes energjetike të jetë e targetuar, pasi që subvencionet e përgjithshme përfshirë edhe uljet e përgjithshme tatimore janë jo efikase dhe regresive. Ulja e përkohshme e TVSH-s duhet gradualisht të hiqet. Kategoritë e cenueshme duhet të mbështeten përmes programeve ekzistuese sociale, të cilat janë relativisht mirë të orientuara në Maqedoni, por përfshirja dhe përshtatja e tyre mund të jenë nevoja që përmirësohen. Të ardhurat shtesë nga TVSH-ja për shkak të çmimeve më të larta të karburanteve mund të mbulojnë pjesërisht shpenzimet.